Për të rinj që prej ditës së sotme deri në 1 gusht do të vendosin ku do të studiojnë, rektori i Universitetit të Gjirokastrës bën thirrje të zgjedhin mes programeve në fusha të ndryshme që ky institucion ofron. Profesor Dr. Jahucana vendos theksin tek rëndësia që ka marrë diploma e Universitetit e Ekrem Çabej edhe në tregun evropian. Nëpërmjet ekranit tuaj të televizionit të bëj thirrje të gjithë maturantëve që të zgjedhin Universitetin e Ekrem Çabej. Tashëm diploma e Universitetit e Ekrem Çabej e ka rritur potencën e tij jo vetëm brenda vendit, por edhe në arenën ndërkombëtare. Tashëm të gjithë studentët tanë kanë gjetur vende pune në tregun e përbashkët evropian në profesionet e tyre që kanë mbaruar, madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cana u ndal tek përpjekjet që bëhen nga ky institucion akademik për të rritur vlerën e diplomës përmes shtimit të programeve të përbashkëta me universitetet e huaja. Tashëm këtu nuk bëhet fjalë vetëm për programe të tilla si infermeria që ka një sukses shumë të madh, por edhe degët e tjera tashëm janë në rrugën e dur duke kërkuar diploma të përbashkëta me Universitetin e Salentos, me Universitetin e Molisës, me Universitetin e Piemontes në Itali e tjera me radhë. Këtu duhet vlet të theksoj që një nga programet më të rëndësishme që ne hapëm këtë vit akademik është programi i përbashkët me Universitetin e Piemontes në Itali, një nga universitetet më prestigjioze të Europës. Kështu pra që universiteti jonë për vitin e ardhshëm akademik ka akoma për të bërë, për të revolucionarizuar edhe për të ecur me kurajë dhe me guxim përpara, duke kthyer kështu universitetin në një rrugë të tillë të pakthyeshme për të rritur dinjitetin jo vetëm të universitetit, jo vetëm të stafeve akademike, por mbi të gjitha për të rritur rëndësinë e diplomës së studentëve tanë, të cilët duhet të jenë krenaria jonë në tregun e përbashkët evropian. Me programe studimi në fusha të ndryshme, staf akademik të angazhuar, përfshirje në projekte, aktivitete studentore dhe bashkëpunime kombëtare e ndërkombëtare, Universiteti e Ekrem Çabej synon t'u jap studentëve jo vetëm dije, por edhe mbështetje për të ndërtuar hap pas hapi të ardhmen e tyre profesionale.